Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me mua Bjundina Sherifin në emisionin ton Mes Nesh. Sot si mysafir kam dikë mjaft të veçantë, dikush mjaft i dashur për qytetarët dhe sot ndajmë studion ta njohim në një diapazon tjetër dhe në një background tjetër nga ajo që jemi mësuar ta shohim zakonisht. Kam në studio kryetarin e komunës së Likovës, Zotri Erkan Arifin. Zotri, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj nga zemra për ftesën e juaj, që sot jemi në këtë bashkëbisedim të televizioni juaj, i cili është një televizion mjaft i shikuar në territorin e komunës së Likovës, dhe ju falenderoj për kontributin të cilën e jepni në të mirë të banorëve të komunës tonë. E vlerësojmë shumë, falenderit shumë dhe për një vazhkënaqësi të kemi sot këtu dhe pse të njohim pak më ndryshe nga ajo se që janë mësuar qytetarët dhe banorët t'ju shohin. Duke nisur në fillim, unë desha të di kush është Erkan Arifi për te titullit të kryetarit të komunës. Pasi unë jam çdo ditë në takime të përditshme me banorët e komunës tonë, të gjithë mendoj se e dinë se jam dhe vin nga fshati Mateq, jam prindër i 2 fëmijëve, jam kryetari i komunës së Likovës nga viti 2017, që mundohemi këtë përgjegjësi të cilën e kemi para banorëve të komunës tonë, ta mbajmë me përgjegjësi më të madhe, një herë para Zotit të gjithësisë dhe pastaj para çdo banori të komunës tonë, që unë mendoj që të gjithë banorët tonë janë të shenjtë, janë zemërgjër, janë kontribues të cilët e dojnë të mirën e vatanit, e dojnë të mirën e përgjithshme të territorit të komunës tonë, po ashtu edhe shqiptarëve në përgjithësi në rrozullin toksor. Komuna jonë, do të thotë, është një komunë rurale ku të gjithë jemi të lidhur njëri tjetrit edhe në aspekt farefisnor, por edhe në aspekt të takimeve të ndryshme, por arsye se kemi një territor nga fshati Llojan deri në fshatin i Kushtak dhe besoj që dal nga dal në të mirë të qytetarëve tanë në mënyrë të unifikuar, bashkëbisedojmë dhe kontribuojmë në të mirën e përgjithshme. Ju padyshim, pasi që kurse në shumë kohë dhe falin shumë kohë tek qytetarët dhe banorët, sidomos ata të cilët janë në komunën e Likovës, unë desha të di kjo në jetën personale, sa ju ndikon që t'i balanconi gjërat kur vije puna tek kjo profesionale dhe jeta personale juaja? Realisht të jesh prindër i 3 fëmijëve dhe unë bashkëjetoj me prindët të cilët i kam dhe me shoqen, bashkëshorten kuptohet, dhe realisht është një sakrificë në vete të jesh në shërbim të banorëve të komunës së Likovës, për arsye se ky pozicion kërkon shumë punë, kërkon shumë mund, kërkon të jesh çdo orë, do të thotë, në koordinim dhe në bashkëpunim me banorët e komunës tonë, dhe realisht, po mos të jetë, them sinqerisht, edhe bashkëshorta ime nuk do të mundshna që t'i përballoj gjithë këtij mundi dhe gjithë kësaj pune në të mirë të banorëve tonë. Edhe falenderoj kështu edhe familjen time nga kjo studio, të cilët kanë bërë gjithçka dhe shumë çka për mua, që unë të jem në këtë pozicion ku jam edhe sot. Dhe kështu që realisht mendoj se dallojnë shumë komunat urbane me komunat rurale, dhe ne në komunat rurale jemi marrë me sende elementare të cilët kanë qenë projekte kapitale, projekte të cilët kanë pasur një kosto jashtëzakonisht të madhe dhe është dashur shumë punë ku falenderoj edhe administratën e komunës së Likovës, edhe këshilltarët komunal të cilët i kemi, bashkësitë lokale të fshatrave të ndryshme,
organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe organizatat e mërgjimtarëve të cilët i kemi, të cilët janë pjesë e pandashme e çdo pune, e çdo suksesi në komunën tonë. Për te kësaj përkrajës që sapo e përmendet, juve personalisht çka ju motivon të vazhdoni në këtë anën politike dhe administrative? Fillimisht, dua të them, në vitin 2017, ishte kërkesë e pa diskutueshme e forumit të rinor të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe strukturës së Bashkimit Demokratik për Integrim që unë duhet të jem kandidat për kryetar komune në komunë të Likovës. Dhe atëherë pas përmbjelljes së zgjedhjeve ku me një rezultat, me një dallim të jashtëzakonshëm, ne fituam që të jemi përgjegjës për ta menaxhuar komunën e Likovës. Pas përmbjelljes së mandatit të parë, përsëri kishmi kërkesë të jashtëzakonshme të banorëve të komunës tonë, të shtresave të ndryshme në komunën tonë, që unë duhet të vazhdoj edhe një mandat, duhet të jem kandidat i mundshëm për kryetar komune, dhe kështu duke ndëgjuar zërin e banorëve tonë, zërin e strukturave të cilët partijake të cilët i kemi, kryetësisë qendrore dhe liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Ali Ahmeti, u kandidova në mandatin e dytë, ku në rrethin e parë do thotë kishme një dallim të madh me kundër kandidatët, ku unë çdo herë jam faleminderues pa mos për të gjithë banorët e komunës tonë, dhe deri sot, do thotë, ushtroj mandatin e kryetarit të komunës, dhe mendoj që si komunë rurale me një territor të cilën e kemi mbi 284 km2 territor dhe nevojat të mëdha për të ndryshuar jetën e qytetarëve tanë, infrastrukturën e komunës së Likovës, duke mundësuar hapjen e vendeve të reja të punës, zhvillimin e turizmit malor, zhvillimin e përgjithshëm të komunës tonë, dhe kështu që të gjithë ata të cilët i përmenda më lart, i falenderoj nga zemra dhe besoj që do vazhdojmë të shërbejmë në të mirë të banorëve tonë. Ju e ndërlidhesh mirë me pyetjen time të ardhshme, të cilën desha të adresoj juve. Desha të di cilat janë ato prioritetet aktuale të komunës Likovës dhe si po ja adresoni ju në këtë rast këto prioritete në këtë rast. Komuna e Likovës do të thotë, nëse e shohim në aspekt të përgjithshëm, ka ndryshuar totalisht në aspekt infrastrukturor, edhe atë të gjitha rrugët regionale, do të thotë, kemi të rregulluara, të asfaltuara në bashkëpunim me ndërmarrjen e rrugëve shtetërore, nëse ndalemi te sfera e ujësisë dhe kanalizimit, ku shumë edhe komuna urbane kanë problematik ujin përpije, ne arritëm që ta përmbillmi një kapitull të rëndësishëm, do të thotë, të investimit në ujë përpije, edhe nga penda e Glazhnjës, duke rregulluar, ndërtuar filtr stacionin, objektin sedimental, rezervarin e madh prej 1000 kubikësh, stacionin e pumpimit mbi fshatin Likov dhe gypsjellsin nga fshati Likov në drejtim të fshatit Hotel Mateç Vishtic në Kushtak dhe në pjesën tjetër Likov Orizar Opaj, Orizar Slupçan, Vaksnis Llojan, dhe tash jemi në fazën finale, do thotë, ku vetëm se kemi lëshuar në rezervaret ekzistuese ujin përpije në fshatin Likov, në fshatin Orizare dhe sot në fshatin Slupçan, dhe do vazhdojmë fshat pas fshatri, me çka rrjeti sekondar, rezervaret ekzistuese i kemi gati që të vazhdojmë në fshatin Vaksnic, në fshatin Llojan, në fshatin Mateç, Vishtic, Nikushtak, për fshatin Hotel, për rekonstruimin e rrjetit ekzistues të ujësjellësit, kemi siguruar mjetet e nevojshme nga kredia hungareze dhe kemi në planin tonë zhvillimor që brenda vitit 2025 edhe fshati i Hotet të përmbyllet si proces, si projekt, me çka ta lëshojmë ujin përpije, dhe për fshatin Opaj dhe Ropalc, me shka nga vitit 2023, nga linja kreditore në Ministrinë e Ambientit Jetësor, mjetet i kemi të fituara, projektet, letë ndërtimit, elaboratet e nevojshme janë të përgatitura nga Komuna e Likovës, janë ndërzuar në Ministrinë e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, dhe vetëm presim procesin administrativ nga ana ministrisë
edhe një ditë më herët të fillojt me punë ndërtimore, edhe ato 2 fshatrat do të thotë të përmbyllen, me çka të gjitha fshatrat fushor të komunës tonë do të kenë ujë të pastër për pije. Ndërsa sa i përket kanalizimeve fekale, në të gjitha fshatrat e komunës tonë, mbi 90% e vendbanimeve të fshatrave fushor janë të kyçura në rrjetet e kanalizimeve fekale. Për prioritet kemi vetëm pjesën e kanalizimit të shkolla fillore komunale Fajkunica, e cila ka qenë jashtë zonës ndërtimore dhe është dashur të përgatitet projekt urbanistik, projekt infrastrukturor, projekt kryesor, elaboratet e nevojshme dhe të jepet leja ndërtimit, ku jemi në proces dhe do e mbillmi si proces në tërësi për kanalizimet fekale. Ndërsa për herë të parë në komunën tonë, këtë vit lëshuam edhe shtëpinë e kulturës në fshatin Mateç, që ishte një ëndër e kahëmoqshme e shoqërisë kulturore, artistike, jetëre, e korrit komunal, e shoqatave të ndryshme jo qeveritare të cilët mirën me veprimtari për kulturë, art dhe sport, që të kenë një vend ku të kryen të gjitha obligimet e nevojshme dhe për fat mirë arritëm që ta lëshojmë në përdorim, të kemi sallën për simpoziume të ndryshme, të kemi veshtorët e nevojshme, pjesën shtesë dhe mbi 420 ulse. Ndërsa pjesa administrative është në shërbim të gjitha shoqatave të ndryshme jo qeveritare, me çka janë të dhënë me vendim të Këshillit Komunal, pa pagesë vetëm që të nxisim, të motivojmë të gjitha ata të cilët mirën me kulturë, art dhe sport. Ndërsa sa i përket çerdheve, në nivel komunal kemi 2 çerdhe, edhe atë çerdhen Rrezja në fshatin Orizare dhe çerdhen Valbona 2-1 që e hapëm në fshatin Mateç, që ka një kapacitet prej 113 fëmijëve me të gjitha kushtet bashkohore dhe për fat mirë arritëm pas një sakrifice për arsye se kishme edhe pengesa administrative nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, por arritëm që ta hapim dhe ata fëmijë të cilët kishin nevojë, ata prind, ata banor që ti dërgojnë fëmijët e tyre atje, ndërsa planifikimet e tona janë edhe të çerdhja e tretë, e cila është në mes fshatit Vaksinës dhe Llojan, me çka do i shërben edhe atyre 2 fshatrave kjo çerdhe, për shkak të pozitës dhe largësisë ndërmjet fshatrave të cilët i kemi. Ndërsa shkollat fillore, të cilët i kemi në nivel komunal, ku jemi themelues edhe ne si komunë, i kemi me kushte më të mira të moshme të gjitha shkollet dhe në bazë të analizës tonë jemi të ranguar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës si kushte më të mira prej komunave rurale, komuna e Likovës. Kemi edhe shkollën e mesme komunale, Ismet Jashari në Likovë, ku kemi 2 drejtime. Njëri është gjimnazi i përgjithshëm dhe drejtimi tjetër është për motër medicinale dhe është pak edhe habi nga disa të tjerë, të cilët çuditën se si mundet në një komunë rurale të ketë drejtim të mjekësisë. Po fal angazhimit të gjithë profesorëve aty, të drejtorit të shkollës dhe institucionit komunë, arritëm që në atë shkollë të kemi kushte më të mira të mundshme dhe mësimi të mësohet me një ndërrim dhe nxënësit mësimin ta zhvillojnë në sistem kabinetik, do të thonë nxënësit të bartën nëpër kabinetet e lëndave profesionale dhe kështu që të zhvillojmë edhe më tutje procesin edukativ arsimor në komunën tonë. Jemi në përfundim e sipër të sallës së sportit në shkollën fillore komunale Rilindja në fshatin Llojan, ku është një sallë me të gjitha kushtet moderne bashkore për një zhvillim edukativ arsimor dhe terrenin e hapur sportiv multifunksional në shkollën fillore 5 tetori në fshatin Ropalc. Po ashtu dua të theksoj se kemi asfaltuar shumë rrugë lokale, edhe atë duke filluar rrugën lokale nga fshati Nikushtak në drejtim të fshatit Vishtic, në fshatin Mateç rrugën prej te posta e fshatit
në drejtim të rrugës së dëshmorit të kombit me Vlodin Mehmeti, në fshatin Hotel rrugën prej të dëshmorit të kombit në drejtim të xhamisë së epërme të fshatit, rrugën prej të vendi i quajtur Taksistët në drejtim të shkollës fillore komunale në fshatin Hotel dhe rrugën prej të restorant Blerë në drejtim të shkollës fillore, dhe kemi vazhduar në fshatin Likovë, prej të varrezat e fshatit në drejtim të pendës së Likovës, ndikon rreth 3 km gjinës gjatësi, ku janë bërë edhe skajoret, janë bërë edhe trotuarët, është bërë edhe kanalizimi fekal dhe kanalizimi atmosferik, si edhe ndriçimi publik e cila është fazë pasuese tash. Po ashtu në fshatin Llojan kemi bërë zgjerimin e rrugës kryesore që na lidh me qytetin e Kumanovës dhe ka qenë kërkesë kahmosshme e atyre banorëve. Tash për momentin jemi në proces të asfaltimit të rrugës Slupçan-Orizare dhe rregullimin e skajoreve të mëdha dhe rregullimin e kanalizimit atmosferik. Po ashtu në proces të aprovimit të projekteve kemi për vitin 2025 si mjete të cilët janë të siguruara asfaltimin e të gjitha rrugëve kryesore të fshatit Nikushtak, në fshatin Likov, Lagja dhe Ronda, në fshatin Orizare rruga për të qerdha e fshatit dhe stadioni i fshatit dhe rruga për të ish-kryetari komunës Indjeri Vajsaiti, në fshatin Slupçan rruga që shpije për të varrezat e fshatin nga shkolla fillore komunale Fajkunica dhe të gjithë rrugë kryesore në fshatin Vaksnic, në mbretësi të fshatit Vaksnic. Dhe kështu që mendoj që si proces të cilën e kemi të rrugët lokale, kemi edhe prioritet vazhdimin e rrugës për në fshatin Gushinc, ku për vitin 2025 planifikojmë rreth 2 km gjatësi të vazhdojmë edhe atë rrugë. Ndërsa si komunë kemi të aprovuar edhe program të veçantë për shtruarjen e rrugicave dhe trotuareve me pllaka të betonit, ku në bashkëpunim me banorët e komunës tonë, ne si komunë sigurojmë materialin e nevojshëm, ndërsa banorët e lagjeve punën e dorës, ku i falenderoj pa mos për përkushtimin dhe bashkëmendimin e përbashkët që të bëjmë punë të hajrit për interes të qytetarëve të komunës tonë. Dhe kështu që në mënyrë taksative s'mund të përmend me edhe të gjithë, Komuna e Likovës ka të aprovuar edhe programe të ndryshme, si për shembull programin për sport, ku të gjitha klubet në nivel lokal janë të subvencionuar nga Komuna e Likovës dhe për të krijuar kushte edhe më të mira për të cilët edhe ato veprojnë, klubet e karates gjithashtu, studentët e dalluar shpërblehen, nxënësit të cilët marrin pjesë në përgara të ndryshme shpërblehen, poetët e ri, të cilët janë shkrimtarët e ri, të cilët janë shoqëritë kulturore artistike të cilët i kemi, korrin komunal të cilën e kemi, shoqatat e ndryshme jo qeveritare, të cilët mirën me veprimtari të ndryshme, si për shembull shoqata Vllaznia, të cilët bëjnë aktivitete të ndryshme për fëmijët pa prindër, të cilët bëjnë shpërndarjen e ndihmave humanitare te familjet me nevojë, dhe kështu që mendoj që mundohemi që të lëvizmi nga e mbara në të mirë të qytetarëve të komunës tonë. Për sa i përmendëm tërë këto e vërtet janë zhvillime mjaft të rëndësishme dhe zhvillime kyçe që i duhen komunës Likovës. Por le të themi që në anën tjetër, gjithashtu ka pasur edhe kritika për sa i përket infrastrukturës, si dhe le të themi ka pasur edhe kritika ose perceptime se disa komuna favorizohen më shumë se të tjerat. Si e komentoni ju këtë pjesë? Duke pas parasysh se ne si komunë dhe unë jam antar i Këshillit Drejtues të bashkësive të njësive të veçiverisjes lokale, dhe unë e kam thonë publikisht qëndrimin tim si kryetari i komunës së Likovës, me shpërndarjen e mjeteve të cilët u bën nga qeveria, nga kredia hungareze, ku mërë për bazë vetëm një kriter, për shembull numri i banorëve, edhe atë të cilët janë rezident, ku në komunën tonë janë rreth 22.000 banorë të cilët janë rezident,
dhe në bazë të statistikave të fundit, të regjistrimit të fundit, rreth dikun 5700 banor të cilët janë jo rezident. Dhe në asnjë mënyrë nuk janë marrë parasysh ata banor të cilët i kemi në shtetet evropiane me qëndrim të përkohshëm. Dhe vetëm për këtë element janë shpërndar mjetët nivel nacional, nivel të shtetit. Dhe unë mendoj që është kjo një padrejësi e madhe për komunat, për shembull, sikur komuna e Likovës, e cila ka territor rreth 280 km2 territor, ndërsa kemi komunë me 4 km territor, me 5 km territor, që i ka 70.000 banor, ndërsa projektet infrastrukturore janë ato të cilët janë për 4 km, ndërsa ne kemi shumë territor dhe nevojët janë shumë mëdha. Dhe mendoj dhe kemi bërë edhe shkretë zyrtare deri në qeveri, që në të ardhmen të mirën parasysh edhe mërgata jone cila është e vlefshme, edhe mërgata jone cila me mend dhe me investime është këtu. Si gjatë stinës së verës, si çdo herë, ato kanë pasuri të ndryshme në komunën tonë dhe në komunat të përgjithshme në shtet, dhe të cilët duhet mirën parasysh që si shtetas, si qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si do komentonit rastin ku zërat thonë që le të themi se politika lokale është shpesh herë ndikuar më shumë nga ana dhe interesat partijake se sa ato të popullit? Unë personalisht, prej momentit që jam kryetari i komunës së Likovës, mundohem maksimalisht që dirët në komunën tonë të kemi të hapura për çdo banor të komunës tonë. Dhe çdo ditë të njëjtë të javës, dirët e komunës prej ora 8 mëngjes deri ora 16 pasdite janë të hapura për të gjithë ata të cilët dojnë të takohen personalisht me mua, të japin propozime të ndryshme, të japin vërejtje të ndryshme, sugjerime të ndryshme, po edhe udhëzime të ndryshme, me të vetmin qëllim që të jemi sa më afër njëri tjetrit dhe të shohim interesin e banorëve të komunës tonë. Po ashtu, unë personalisht të gjitha klube sportive, të gjitha shoqatat e ndryshme i qeveritare, të gjithë ata të cilët kanë veprimtari të caktuara, në bazë të shpërndarjes së buxhetit, shkojmë në mënyrë taksative dhe në mënyrë parimore. Gjithë ai i cili meriton, do e përkrajmë dhe do të jemi në krah të djathtë. Dhe mendoj që nuk ka shumë vend për politika të mëdha në nivel lokal, sidomos në komunat rurale, për arsye se kryetari i komunës së Likovës është një person i cili do të mirët drejt për drejt me hallet të ndryshme të banorëve. Edhe pse nuk kemi ku me ditë se sa kompetenca, për arsye se decentralizimi në shtetin tonë e dim se në çfarë shkalle është, dhe jemi të kufizuar, sidomos me kompetencat e menaxhimit të tokës pijore, me tokën bujqësore, me ujrat jemi të kufizuar, menaxhon drejtoria e ujrave, me rrugët regionale menaxhon shteti, por në bazë të kompetencave të tona të cilët e kemi, çdo herë mundohemi që të jemi zëri i tyre. Në këtë periudhë, zotëri Arife, a keni ndonjë presion ose pengesë politike si kryetar komune? Pavarësisht rrethanave të ndryshme, ne duhet ta kuptojmë se jetojmë në Ballkan. Jetojmë me një shtet ku pas ndryshimeve politikave në kuadër qeverisë mundohen me metoda të ndryshme që të bëjnë diçka, por synimi im personal dhe qëllimi im është që t'i shërbej banorëve të komunës tonë dhe mënyrën më të mirë të mundshme së bashku me Këshillin Komunal, me administratën komunale, do vazhdojmë në interes të banorëve tonë. Kur jemi tek synimet e juaja, një pyetje direkte kështu. Desha të dia do të kandidoni përsëri për kryetar komune në zgjedhjet e ardhshme? Duke pas parasysh se unë jam në dytin mandat dhe mendoj që 2 mandate për një kryetar të komunës janë të mjaftueshme në bazë të koncepteve, ideve dhe progresit të cilën duhet ta ketë, por kërkesa është e madhe nga banorët e komunës tonë, nga struktura e Bashkimit Demokratik për Integrim, që unë duhet të kandidoj edhe për një mandat të tretë,
por jam në fazën e analizave të mia personale, në fazën e unitetit gjithëpërfshirës të banorëve të komunës tonë, dhe në konsultim me kryesin qendrore, me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kuptohet me Frontin Evropian, do morëm një qendrim në të mirë të banorëve të komunës tonë, ajo e cila është më e rëndësishme për momentin për të shërbyer qytetarët tonë. Le të themi që ju vendosët të qëndroni apo të largoheni nga funksioni që keni. Juve personalisht, çka mendoni se do të ju bëhet mend? Emri juaj apo ndikimi juaj në komunën e Likovës? Unë mendoj se kryetari i komunës nuk mundet vetë personalisht të ndryshon në fizionominë e komunës gjithëpërfshinëse. Unë mendoj që komuna e Likovës në këta 2 mandate do mbahet mend për shumë gjëra të mira në interes të banorëve të komunës tonë, për arsye se kryetari i ardhshëm i cili do vjene nuk do mirret më me ujë për pije, nuk do mirret me kanalizimet fekale, nuk do mirret me rrugët lokale, me rrugët regionale, me rrugicat, me trotuarët, por do mirret me zhvillimin e procesit edukativ arsimor, se kushtet vetëm i kemi. Neve na do të avancimi i procesit edukativ arsimor. Do mirret me punë të kulturës, me punë të artit, me punë të sportit, do ketë hapësirë dhe mjete financiare dhe kohë që të mendohet për projekte kulturore, artistike, sportive të ndryshme, për arsye se ne jemi marrur për me ujë për pije deri tash. Ne kohën më të madhe kemi kushtuar projekte me infrastrukturore, të cilet kanë pas një koste jashtëzakonisht të madhe dhe duke trukitur në përdyrë të ndryshme në kuadër qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kuadër të fondeve të Unionit Evropian, për arsye se komuna e Likovës njihet si një ndër komunat rurale të cilet kanë fituar më shumë projekte prej fondeve IPA të Unionit Evropian, si me Republikën e Bullgarisë, si me Republikën e Serbisë, me Republikën e Kosovës, dhe kështu që ajo që është më rëndësishme është qytetarët tanë të kenë besimin e plot ndaj institucionit komunë, dhe të kenë dyert e hapura në çdo kohë me ato mundësitë të cilët i ka komuna e Likovës. Ne gjatë këtyre 2 mandateve arritëm bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me qeverinë, atëherë ishte doktor Bujar Osmani ministër, që të hapet edhe pika kufitare me Kosovën, Bellanoc Stančić, që ishte një ëndër e kakmoqme banorëve të komunës tonë dhe komunës së Kumanovës. Vetëm vlera investuese e rrugës regionale prej të Bunari Bejës deri te pika kufitare është diku rreth 6 milion euro. Edhe pika kufitare aty 1 milion gjysera që u siguruan nga Unioni Evropian, 7 milion gjysera investim në infrastrukturë dhe në objektin e pikës kufitare, ku sot dhe më ditë e shfrytëzojnë shumë banorë të komunës tonë, Kumanovës dhe regionit Verilindor, atë pikë kufitare për në Kosovë. Kështu që ne kemi edhe 2 pende në komunën tonë, pende e Likovës dhe pende e Glazhnjës. Në bazë të planit urbanistik të cilën e kemi filluar kish herët, po për shkak të birokracisë së madhe të cilën e kemi në shtetin tonë, edhe nuk arritëm deri sot dhe kësaj dite që të aprovojmë planin urbanistik për 15 hektar të pende e Glazhnjës, që të mësojmë investitorëve të ndryshme që të investojnë në projekte turistike. Dhe për fajin e drejtorisë së ujrave, të cilët nuk na japin mendim për zonën mbrojtëse të pendes së Glazhnjës. Paramendo drejtoria e ujrave prej viteve 50 që janë ndërtuar ata pende, ende nuk ka zonë mbrojtëse për pendën e Glazhnjës dhe Likovës. Dhe e vetmja mundësi dhe e vetmja zgjidhje është që të investohet sa më shumë në turizmin malor. Atë pasuri të cilën na ka falë Zoti me kushte malore më të mira të mundshme, do ta shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve tonë. Zotëri Arifi, unë uroj që komuna e Likovës të jetë gjithmonë e ndritshme, të jetë e shëndetshme, të ketë një infrastrukturë të zhvilluar, gjithashtu të jetë plot kulture, art, dhe faleminderit për kontributin që keni bërë deri tash dhe po bëni ende për këtë komunë. Për mua ishte kënaqësi të kisha në studio. Faleminderit shumë për kohën që ndohet. Faleminderit shumë. Shpresoj që të takohemi edhe herave të tjera. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra për mundin dhe sakrificën për
të shpërndar informacionet e përgjithshme deri te banorët e komunës tonë. Shumë kanë juaj. Televizionistë të nderuar, kjo ishte tëra çka unë kisha përgatitur për ju. Ne bashkë shihemi herën tjetër.